Kështu tash jemi te sera, sa sipërfaqe është kjo serë? Kjo serë ka 4 ari, është sipërfaqe. Kena fitu donacion për jadës austriake, cile na kanë ndihmuar këtë projekt. Edhe përparësi të kësaj sere, sa me nxemje qendrore, tash prodhimi po del ma herët. Edhe e mire kësaj që kema arrit edhe me punësu punëtor për këtij projekti. Ada ka qenë një fat i madh për komunën e Suarez, ka qenë si joshi edhe për thithjen e mjeteve buxhetore nga kuvendi komunal. Kanë pas ato të mos ndalemi në detaje ndërkaq. Jeni falenderues ndaj Adës ju për këtë? Ndaj Adës jena shumë falenderues, edhe ata çdo cent që kanë dhënë, do thotë ka shku në vendin e duhur aty. Ma ka pëlqyer domethënë menaxhimi, janë dhënë projekte në vendin aty ku o desh më dhënë edhe nuk ka pas gjana keq përdorime me një fjalë. Do të thotë minimale ka qenë gjasat apo s'kan qenë fare për keq përdorime? Jo, unë nuk kam dyshim që ka pas keq përdorime. Mendoj se administratën e ke pas një bashkëbisedues më hershëm, thot administrata është minimale, jo se Ministri i Bujqësisë. Në kërkesa Ministri i Bujqësisë nuk kom pas në far projekti, nuk di çka me fol për ata, s'kom pas diçka. Të shohëm tarmën, mendoj. A keni bërë kërkesë diçka atje? Jo. Në Ministri i Bujqësisë apo keni? Jo, mendojmë tash me bë, me zgjeru kapacitetet. A keni tokë? Po, tokë. Për ngritje të serës, mendoni kështu? Po, një serë na kanë ndihmuar edhe kuvendi komunal, presëm tash ta realizojmë projektin. Sa sipërfaqe? Pe 5 ari. Komuna na ka ndihmu, na jem pjesëmarrës 20% projekt, 80% është kuvendi komunal. E tash këto lulat këtu, a do t'i shpjegoni ju cilat janë më shumë, cilat janë të llojet, edhe çka është tash përshitje kur keni dalë, spari kur keni dalë me trega, keni nisur me dalë? Na me treg kena pas lule, do thotë për 7 mars, 8 mars kem shit lule. Tash kjo është pjesa e dytë, domethënë faza e dytë e luleve. Pastaj e bëjmë edhe një përvjesht lule, domethënë 3 herë në vit e shfrytëzojmë këtë serë për kërkesat e klientëve, do thotë edhe stin që i kërkojnë lulet. Do thotë ka edhe përsin tjera, ka... Po ka edhe përvjesht, vazhdimisht pa lule nuk rrim ne. Edhe për obore, edhe për jashtë, por edhe për brenda në për. Sa llojet luleve? Këtu ka lloje të ndryshme të luleve, siç kemi bombone, petonia, ka edhe sardaja, ka edhe lloje të ndryshme, do të thotë të cilat kanë edhe ngjyra të ndryshme. Ku i merrni ju to fidanet për to për keni dikun një adresë furnizuese për to apo i keni kutanake? Zakonisht për këto gjëra për kujdeset babi. E për çka janë konsumatorët më shumë të interesuar? Po varet tash prej shijes të klientit, po zakonisht ajo që përdoret më shumë ne edhe e riprodhojmë ku janë lulet bombone. Do të thotë sasia më e madhe është bombone. A po kanë vretje në çmim apo diçka? Po tash varet prej klientit, ata disa vlerësojnë sasi, disa vlerësojnë cilësi. Prandaj ata që e vlerësojnë cilësinë nuk kanë as pak dyshime. A mësoni ju si të mbjellet, si të kujdeseni, trajtohet, ushqehet lulja? Po sigurisht, unë për shkak që jam me studime, gjithkohë nuk jam aktive, mirë po gjatë sezonit zakonisht jam e lirë edhe ju ndihmoj prindve dhe mundohem me dhënë kontributin tim maksimal rreth klientave. Çka po studioni? Unë studioj gjuhë dhe letërsi shqipe. Dhe shkojnë studimet me punë? Mirë, përderisa nuk kam problem, do të thotë kam drejtim tjetër dhe kjo është tjetër, nuk më pengon. Mirëdita. Kur keni sot me punë? Para 7 vite. E sot? Në ora 7 po. Në ora 7 po. A ke pasur pak pushim nga dashostora 12 është? Po, kem pas. Keni pasur pushim? Po. Kushtet që ju ofron punëdhënësi, janë të kënaqur me kushtet? Po, jam kënaqur. Paga me rregull? Paga është me rregull. Domon transporti është i siguruar për firmës. Sa kolegë jeni këtu që punoni? Po jem në sezon ka pak më shumë, po të rregull jem 4 po. Detyrimet ligjore i kryen me punë. Pagesat, keni shujtën, keni këtë të gjitha po. Gjithat jeni. Po. Çka po mendon për të rit? Jeni edhe ju që po shkojnë jashtë, kanë mirë apo? Po një herë jo, për në tarme nuk e di, është një herë jo. Ju nuk mendoni? Jo. E kolegë këtu diçka? Po, besoj edhe këta